Banka e Shqipërisë, institucioni më i lartë financiar në kremtoi këtë nëntor 100 vjetorin e themelimit të saj, një jubilej që shënon rrugtimin e gjatë të sistemit bankar shqiptar nga vitet e para të shtetit modern e deri në rolin e saj si një shtyllë e stabilitetit ekonomik. Në kuadër të këtij përvjetori u mbajt konferenca shkencore Një shekull banking, nga themelimi të rolit si ankor rajonal me praninë të drejtoreshës së Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe presidencës së Bankës Qendrore Evropiane që vlerësuan kontributin e Bankës së Shqipërisë dhe ndërtimin e një sistemi të qëndrueshëm financiar dhe në forcimin e besimit të tregjeve ndërkombëtare. Kryeministri i vendit Edi Rama në fjalën e tij e konsideroi Bankën e Shqipërisë si një nga më të paktat institucione të vendit që mund të quhet me plot gojën institucion, me kuptimin e plotë të fjalës. Digitalizimi i pasuar nga inteligjenca artificiale dhe nga gjithë farë zhvillimesh në botën e paras, pagesat e menjëhershme, 24 orë 7, open banking, bankat digjitale, kriptomonedat, sjellin me vete oportunitete të jashtëzakonshme dhe dilema të jashtëzakonshme, duke u kthyer në koncepte të cilat duhen integruar në mënyrën tradicionale të menduarit një orë më parë, ndërkohë që është fare e qartë se kjo botë kaq e hapur i integron ato pavarësisht vullnetit të qeverive, pavarësisht vullnetit të bankave qendrore. Nga ana e tij, guvernatori Gent Seiko nënvizoi se çdo jubilej është një moment reflektimi mbi rrugën e përshkruar dhe sfidat që e presin institucionin në të ardhmen. Ai përmendi tensionet gjeopolitike, ndryshimet në tregjet ndërkombëtare dhe revolucionin financiar si sfida që kërkojnë përshtatje të shpejtë dhe vendimarrje të guximshme. Në kuadër të kremtimeve, Banka e Shqipërisë prezantoi edhe monedhën përkujtimore 100 vjet të Banka e Shqipërisë 1925-2025, e cila simbolizon rrugtimin historik të institucionit dhe ngjarjeve që ka shënuar zhvillimin e tij ndër vite.